ndikimit në gjumë. Shkencërisht, melatonina, pra hormoni i gjumit, është një substancë që truri e prodhon natyrshëm kur errët, për t'i treguar trupit se është koha për të fjetur. Drita e katër që lëshon ekrani e telefoni e gënjejnë trurin duke e bërë të mendojë se është ditë. Prandaj ndalon prodhimin e melatoninës. Por ritmi e cirkadian, pra është ora biologjike e trupit dhe që rregullon fjetjen dhe stimin ton, kur ajo orë shëgullohet nga qëndrimi në telefon natën, adoleshentët përballen me mungesë për qëndrimi, rënje në mësime dhe ndryshime të shpejta të humorit. Por, si e thot feja jon islame, sa i përket kësaj dhurate, siç është koha dhe shëndeti. Në islam, koha dhe shëndeti konsiderohen dhurata të çmuara për të cilat njeriu do të pyetet. Qëndrimi me orë të tëra, duke parë video pa dobi, është humbje e këtij amoneti. Profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, thotë: "Bien në grac i shpërdoojnë dy mirësi shumë njerëz, shëndetin dhe kohën e lirë." Po ashtu, për rolin e prindrit në vendosjen e rregullave dhe mbrojtjen e fëmijës, profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Të gjithë ju jeni barinj, dhe secili prej jush është përgjegjës për tufën e vet. Prindi është bari në familjen e tij dhe është përgjegjës për të. Prindi duhet të vendosë rregullat të qarta në shtëpi, si për shembull fikja e internetit ose largimi i telefonit nga dhoma e gjumit pas një orari të caktuar, për të mbrojtur shëndetin fizik dhe mendor të fëmijëve të tyre, shëndet të cilit për të cilin do të japim llogari në ditën e Kiametit."